members of the Albanian Canadian Development Alternative, otherwise known as ACDA. I am an English language educator, and I've been working for more than 20 years now as a professor of communications in Albanian and Canadian universities and colleges. It is my great honor to host this first opening session with writers at our book fair tonight. This is the first and the only session that is going to be delivered in English. Our subsequent session will be conducted in Albanian, celebrating the richness of the Albanian literature and of our native language. Currently, Dr. Kaplani leads the Department of Albanian Studies at DePaul University in Chicago, where he continues to explore these themes through both his teaching and his writing. His latest novel, Wrong Land, which you can find in our stands, was released on September 16, 2024. And the book follows Tara, an expatriate returning to his Albanian hometown of Ters after 27 years, prompted by his father's passing. The novel explores exile, the complexities of homecoming, and the layered impact of history on a place and on its people. Kirkus Reviews has praised Wrong Land as a thoughtful and surprising novel about Albania and exile. Congratulations. Thank you. In today's conversation, we will delve into his debut book, Short Border Handbook that I mentioned earlier on, and we'll also explore his latest acclaimed novel, Wrong Land. As we go along, I encourage all of you to think of your own questions for our writer, as we will open the floor to our audience for your participation toward the end of our conversation tonight. Without further ado, please join me in warmly welcoming Dr. Gizmet Kaplani. Thank you. Thank you. Mirëmbrëma, faleminderit. Thank you very much for being here in such a cold night also, but in such a warm environment full of books. Thank you very much, Laureta, for the wonderful introduction. Tani e pyeta Laureta, në fakt, duhet flasim shqip, duhet flasim anglisht. Should we speak in English or in Albanian? If we tried both languages, maybe it would take a lot of time. And Laureta said that there are people here who don't understand Albanian, so it's better to speak in English. But I would like to say a few words in Albanian first. Dhe do doja të falenderoja jashtëzakonisht organizatorët e këtij eventi edhe të kësaj ekspozite të librave. Është me të vërtet një ide dhe sipërmarrje e mrekullueshme. Dy prej tyre i njoh personalisht, Rudin Daklin dhe Ajkuna Daklin, dhe doja t'i përgëzoja nga zemra, sepse duke qenë edhe vetë drejtori i programit të studimeve shqiptare dhe duke organizuar evente në universitete, di se sa e vështirë është ta mendosh një sipërmarrje të tillë, por edhe se sa e mrekullueshme dhe e domosdoshme është për komunitetin tonë. So really I'm pleasantly surprised by what they have organized, and this is a watershed, I want to believe, for the cultural life of the Albanian Canadian community. Many congratulations. What they have organized, I was saying, I don't know if you heard it again, it's really, and I believe it's a watershed for the cultural life of the Albanian Canadian community. It's është një ide dhe një sipërmarrje me të vërtet e mrekullueshme, and we need this kind of initiatives. We need more as a community to invest on culture
on books, on sharing our ideas, our writing. I know that there are many writers here also among the Albanian Canadian community who will present their books, and it's really fascinating what they have done, and I feel really grateful for the invitation, and I feel grateful for being here. So yeah, now we can start. Yeah, we can go ahead. Yeah. Maybe we should use TikTok. Okay, so let's start with our first question for tonight, and we'll start with borders. Borders are a central theme in your books. How do you personally interpret the duality of borders as both barriers and spaces of connection? No. Okay. So borders are, let's say, a central subject and theme in my first book, especially, A Short Border Handbook. But let's start from the fact that they are a central theme in my own life and in the lives of the people of my generation, and in the lives of the people who lived during the Cold War, especially those who lived on the eastern side of the Berlin Wall that became that famous, infamous, and iconic symbol of borders. I wouldn't exaggerate saying that the borders that we experienced, and I'm starting from myself, in Albania, they shaped our imagination, they shaped our relationship with the world, they shaped even our political values, and they shaped our idea of the world. So we lived and experienced a painful relationship to borders. And that's why borders fascinate me. It's something that sparks from my own personal experience. On the other hand, borders fascinate me also as, let's say, a psychological, or if you want, a philosophical reality. Our lives are a cartography of borders. We understand it or not, our lives are a cartography of borders, or of visible and invisible borders. But on my book, I focus on, let's say, geographical and physical borders. Are the borders that we experienced during the Cold War, when Albania was totally isolated from the world. So to reach the world beyond the borders became one of the obsessions of our generation. We grew up with that obsession to transgress that terrible taboo called borders. And then we transgressed it, we crossed the borders, and we discovered the strange world. We became migrants. We transgressed the borders as refugees, as migrants, as travelers, but mainly as migrants and refugees. And there we have to face other kind of borders that we had no idea before transgressing the borders and before crossing them that they exist. On the other hand, our history of borders, or our experience of borders, is not only Albanian. You know, we belong to the European continent, and the whole history, the whole 20th century history can be told as a history of borders. Think a little bit the Cold War, where the continent was split into two with these impermeable borders for 50 years, for half a century, between East and West, where West couldn't go to the East and East couldn't go to the West. That has never happened before. Also, another thing is, because there are many layers, we come from a region, we come from a country that we are a borderline country. I'm not crazy about borders.
I can't honestly say I hate them either. It's just that they scare me, that's all, and I always feel uncomfortable when I get too close to one. Let's get something straight. I'm talking about visible borders here, geographical borders, the ones that mark off one country from another, one state from another, one nation from another. Even today, as they become increasingly porous whenever I cross one, I get a very strange feeling, a mixture of deliverance and perplexity. Perhaps it's because of my passport. I've got used to that suspicious look they give me. I return it with one of longing and impatience to get to the other side. But it's no use. It's almost invariably met with hostility and suspicion. I do try to reassure them, try to persuade them that I represent no danger of any kind, but there always seems to be some pretext or other for rebuffing me, some excuse for not treating me as an equal. This is why I say I suffer from border syndrome, and have done for a long time. Border syndrome is a form of illness that's difficult to describe with precision. Unlike agoraphobia or depression, it doesn't feature on the list of recognized mental disorders. But what I can do, perhaps a little later, is outline some of the main symptoms. I do know that there are other sufferers, a great many of them, those who have never experienced the urge to cross the border, or who have never experienced rejection at the border, will have a hard time understanding us. My difficult relationship with borders go back a very long way, back to my childhood, because whether or not you end up with border syndrome is largely a matter of luck. It depends on where you are born. I was born in Albania. Ky është prologu I lirë, po shikoni që border syndrome na ndjek edhe këtu tani çfarë do flasim shqip, do flasim anglisht, të flasim të dyja, ha? Është një sindrom që ndjek sidomos njerëzit që kanë kaluar kufit edhe jetojnë edhe përballen me kufi të tjerë më ndoshta më të padukshëm si gjuha, kultura etj. Ja. Tani ne duhet të shkojmë në referendum, kush do anglisht e kush do shqip. Orda. So this is the only session that's going to be run in English, and the reason behind this decision is that Mr. Kazmekaplan writes in English and Albanian for sure, but we also have a corner of English writers and foreign writers. So we're respecting this section of the Albanian fair. It's an Albanian writer for sure, and we're in an English-speaking country, so I feel that's not a problem that we continue this conversation in English. If you need, we can summarize it shortly, definitely. So let's continue with our second question. Your book, Short Border Handbook, is such a unique blend of memoir, essay, and social critique. How did you decide on this format, and what did you want to convey to the readers? Pra ideja është që libri është shkruar në formën e një udhëzimi. Pse ky format në një udhëzues për lexuesin? Faleminderit shumë. Tani për sa I përket gjithashtu edhe gjuhës, pasi të mbarojmë diskutimin kushdo, sigurisht mund të pyesin në shqip edhe diskutojmë edhe në shqip, por unë meqense organizatorët thanë që duan ta bëjnë anglisht, meqense prisnin edhe të tjerë të cilët donin që të njiheshin më mirë ata që nuk flasin shqip me një shkrimtar shqiptar apo me letërsinë shqipe edhe në një gjuhë tjetër, prandaj e vendosëm në anglisht. Kështu që now, thank you very much, Laureta. It has to do with what we call a style. As a writer, it's not about what you are telling, but also about how you are telling the story. And the way that you are telling the story, the how, is also dependent on what you are telling. So maybe it's also because of literary influences. I like writers, especially the Central European writers who combine fiction with essay, like Musil and Brock and Kundera,
But in this case, I think that the content imposed a little bit the way that I'll tell the story. Pra, ata që po thosha është që si shkrimtar një nga gjërat e para, se ky ishte libri i parë që shkruaja në prozë, kam shkruar libra të tjerë në poezi, një nga gjërat e para që duhet ndeshë si shkrimtar është që jo vetëm çfarë do t'rregosh, por edhe si do t'rregosh ajo që themi ne formë ose stili i shkrimtarit. And I was telling a story that is two stories in one. I was telling a story of borders that are the borders of Albania during communism or during the Cold War. And I was telling also another story that is the story of the same protagonist, because the borders shape the identity of the protagonist. But when the protagonist crosses the borders and becomes a migrant and a traveler. So these are two apparently different stories. And I thought, and this was also a risk, that the only way to tell the story is to alternate these two voices and these two different narrative styles. And as I said, I am fascinated by writers of Central European literature who combine different genres within the novel and show us that the novel is a wonderful genre that has endless ways of storytelling and of combining, as you said, different styles of telling. So that's the answer to that question. Faleminderit. Të vazhdojmë një pyetje tjetër. Despite tackling heavy subjects like displacement, your use of humor is striking. Why was humor important to include, and how do you think it shapes the reader's experience? Pra, ka po thoya që shkrimtari përdor në libret e tij humorin. Edhe përdor humorin në tema shumë delikate, siç janë imigrimi dhe zhvendosja nga vendi i Indjes në vende të tjera. Pse është kaq e rëndësishme të përfshihet humori në librat tuaj dhe si mendoni se e formëzon lexuesin? Faleminderit shumë, Laureta. Tani, unë përdor humor në librat e mi në radhë parë sepse më pëlqen humori në jetën e përditshme. Besoj se një nga ndëshkimet më të mëdha, ndoshta ndëshkim më i madh se sa vdekja do ishte të humbja sensin e humorit. Edhe e vërteta është që kam njohur njerëz të mrekullueshëm në jetën time, por s'kam bërë kurrë miqësi me njerëz që nuk kanë humor, edhe nuk e imagjinoj dot. Nga ana artistike besoj se humori është një art shumë i vështirë, edhe unë besoj se tragjedia në fakt ka nevojë për komedinë në mënyrë që të bëhet më e kuptueshme, edhe nuk është rastësishme që në Greqinë e lashtë tragjedia, komedia ishin të lidhura me njëra tjetrën si puna e vëllezërve siamez. Pra tërheqin njëri tjetrin, plotësojnë njëri tjetrin. Përveç se humori komedia është akoma më rebele se sa tragjedia. E dyta që të thosha është që humori cilën unë përdor nuk ka asnjë gjë të përbashkët, nothing common with because violent regimes also they use humor, but this is a kind of humor for deriding others. Is a bullying humor. Humori që përdor unë, që unë jam rritur ose që unë jam kultivuar në letërsinë që kam lexuar, është një humor subversiv, është më shumë një humor cilin e gjejmë shumë edhe në letërsinë perëndimore, por e gjejmë akoma më shumë letërsinë lindore, sepse te Europës lindje, sepse është një pjesë e botës ku historia ndonjëherë na lidh edhe ne me ta, që ka pasur shumë dhunë politike dhe prandaj edhe atje humori përdoret si një mjet subversiv kundër regjimeve dhe kundër dhunave politike. Mendo për shembull komunizmi ishte ose regjimi që kemi jetuar ne ishte një
regjim anti-humor, nuk gjeje humor. Dhe nga ana tjetër besoj se nga ana estetike, nëse sidomos kur rrëfen diçka që është ajo që themi traumatike, ose që prek kufijtë e tragjikes, humori është edhe si një lloj mjeti estetik që të arrish tek lexuesi. Unë do ta krahasoja humorin me një anije, nëse porti është lexuesi, ku se thuash ngarkesa e anijes, the cargo is tragic. Kështu që nuk është një humor si thuash për të kaluar kohën. Nuk është një humor I cili lidhet më shumë me pjesën tragjike të cilët mëson. Do besoj gjithashtu se jam me fat në kuptimin që duke lindur edhe një kulturë si kultura shqiptare, e cila ka një sens të jashtëzakonshëm të humorit, dhe gjithashtu duke u rritur dhe gjatë komunizmit, duke dinë që pse ata që janë rritur gjatë komunizmit, dhe dinë që një nga mjetet e fsheta, si thuash, të rezistencës, qoftë të shpirtërore ndonjëherë kundër regjimit, ishin anekdotat dhe humori që ne tregonin. Dhe kjo është e përbashkët, dhe kjo nuk ndodh, po të marrësh historinë e komunizmit, nuk ndodh për shembull nazi apo në vende të tjera, ndodh vetëm në Europë këto lloj anekdotash. Dhe këtë e kam kuptuar kur janë hapur kufijtë, kam takuar kolegë të tjerë nga Europa lëndore që ne përdorim një lloj humori anekdotal dhe me anë të tij humori neve njohim edhe njëri tjetrin. Prandaj dhe ka pjesë të atij humori anekdotal, por është një humor, si të them, subversiv dhe politik, dhe ajo që thash, që besoj se tragjedia ka nevojë për komedin në mënyrë që të bëhet më e kuptueshme. Shumë faleminderit, Gjigje. Në fakt, përveç humorit dhe një temë tjetër është gjuha. Edhe gjuhësore, njëri është poliglot, tjetri është monoglot, di vetëm shqip. Dhe ka një episod në libër ku hyn shumë problemi I gjuhës, kur babai, I cili është një baba autoritar, ishte stalinist e tjera, edhe mendon që edhe atdheu, edhe çdo lloj atdheu tjetër është më I keq, edhe atdheu më I keq është më I mirë se çdo dhe I huaj. Edhe djali që është plankplishës, si thuash, që endet babai e pyet, e ka emrin Karl, tjetri e ka Frederik, sepse I ka vënë emrat sipas profetëve të marksizëm-leninizmit, njëri Karl, njëri Frederik. Edhe thuhet Karl nuk u lodhe duke folur gjuhët e tjerëve, edhe është një moment me të vërtet një dilemë shumë e madhe ekzistenciale e Karlit, e cila e prek jashtëzakonisht emocionalisht, edhe jep si thuash, jep thelbin e të qenit emigrant, edhe pasurin, po edhe qa humbet, qa fiton duke jetuar në një gjuhë tjetër, ose duke folur një gjuhë tjetër. Tani nuk e din që ose doni të lexoj atë pjesën, por është në anglisht. Ka ndonjëri ndonjë kundërshtim këtu? Asnjëri? Mirë atëherë. Po e lexojmë në anglisht. The last time Karl had seen his father live was 5 years earlier, a few weeks before he left for America. He was surprised how rapidly this man had aged, who had always appeared strong and energetic, one of those who managed to hide their years beneath adroit locomotion and a well-maintained skin. But his skin was then visibly worn and his bodily motion suddenly slower. Mental alertness was also beginning to decline. This last meeting was perhaps the most difficult. They were eating their evening meal in the dining room when his father asked Karl if he intended to create a family. With an embarrassed smile, Karl responded that one day that too would happen. Afterwards, eager to break the silence that rested on the table like an invisible block of ice,
Karl revealed that he was preparing to leave Greece so that he could migrate to America. He endeavored to present this new place of settlement as something quite ordinary, a decision that simply would change his life for the better. He did not report the chance meeting with Claude in Athens, the rejection of his application for Greek citizenship, the life-threatening messages he had been receiving for many months, or the fact that he had ended in the hospital covered with blood after being savagely beaten. He feared that if he reported all of this, his father would have stated once again in his well-known sarcastic manner, "I have already told you this. Even the worst fatherland is better than any foreign place." Karl was surprised that his father remained silent when he heard about the next emigration, to America this time. Only he was preparing to rise from table was he suddenly asked, "Aren't you tired, Karl, of passing your whole life speaking other people's languages?" Karl felt as though someone had removed his clothing with a magical gesture and rendered him naked. His father's face emitted a dark sorrow. Karl stared at the eyes, but this time saw no sign of the customary ironic glance. Feeling that words were no longer left to him, he did not speak. So this is the episode where the father asks the wandering Albanian son if he is not tired of speaking or spending his whole life speaking other people's languages. Yeah. Shumë faleminderit. Shumë interesante. Se është një dilem që kemi të gjithë dhe është një debat që ne kemi të gjithë në familjet tona, në jetën tonë përditshme. Është një mutualitet, besoj, që na ndjek gjithmonë. Do ta vazhdojmë me pyetjen në fundit nga unë, dhe do ta të mendoni për pyetjet tuaja. Dhe pyetja e fundit e ime ka të bëjë me konceptin e shtëpisë. Koncepti i shtëpisë është shumë i komplikuar për një emigrant dhe është gjithmonë në ndryshime siklu. Në momentin që ti zhvendosesh nga shtëpia jote e lindjes dhe shkon dhe jeton në një vend të huaj, kush është shtëpia jote? Pyetja ime për ju është si jeni përqasur kësaj ideje të shtëpisë në librat tuaj dhe çfarë do thotë ky koncept për ju sot? Right, the idea of home, in English, it's interesting because it's different from house. There's home and there's the house. Yeah. So for many immigrants, the concept of home is complicated and ever-changing. So how have you approached this idea of home in your books and what does it mean for you now? Yeah. Thank you, Laureta. Faleminderit. Tani home, shtëpi, stre, vatër, ja, ne kemi fjalë të ndryshme dhe unë do thosha se nëse ka një përcaktim për kufizim të emigrantit, është emigranti është dikush që duhet gjithmonë të shpjegoj se çfarë do të thotë shtëpi, vatër, dhe gjithmonë duhet japi një përgjigje shumë të gjatë. Nuk e jep dot një përgjigje të shkurtër. Tani mua si thash më intereson jashtëzakonisht tema e shtëpisë, e vatrës, e strehës lidhet gjithmonë me temën e identitetit. Tani ne nuk mund të gënjejmë veten tonë se gjithë këtu që jemi ne kemi lënë shtëpinë. Po mënyra se si ne lëm shtëpinë, se si lëm strehën, se si lëm atë dheun është e ndryshme, edhe arsyet përse i lëm. Ca e lën me inat, ca e lën me dëshpërim, ca e lën me mall, ca e lën me premtimin që do vim pas 5 vjetëve, ca e lën do ike mos t'i pafsha syt. Nuk është një histori shumë e re, sepse kjo është historia e migracionit universale dhe ne fatkeqësisht për arsyet komunizmit ne humbëm edhe historinë shumë të gjatë që kemi, si ajo që themi si popull diasporak, se ne jemi një nga popujt më të shtektuar, besoj unë, të Europës edhe të Ballkanit. Nëse kërkon historinë e shqiptarëve, të komuniteteve shqiptare, e gjen nga Kairo në Buenos Aires,
dhe nga Stambolli apo Athina në Chicago apo në Toronto. Është një histori e cila është bërë me endjet tona në përbot. Kështu që problemi është se si na përcakton neve ose atje ku do shkojmë, arrim ne që të ndërtojmë një stret të re, një shtëpi të re, sidomos brezi i parë i emigrantëve ka një ndryshim nga brezi i dytë i emigrantëve në mënyrën se si përcakton veten, identitetin, shtëpinë, ku është shtëpia, është atje, është këtu. Besoj se sidomos për brezin e parë, kjo është një dilemë e cila asnjëherë nuk zgjidhet, por ajo që mua më gjep, si thuash, jo vetëm në rastin e shqiptarëve, por edhe në mënyrë universale është drama njerëzore midis nevojës për të pasur shtëpi, për rrënjë, e cila është një etje shumë e madhe për një identitet, për rrënjë, shtëpi, por edhe dëshira jonë për t'ikur, për të thuar, për të larguar apo për të emigruar. Dhe kjo lloj drame, sidomos tek romani im i fundit, I keqi I vetes, është me të vërtet një përplasje mes dy vizionesh edhe dëshirash që kanë vëllezërit. Njëri që mendon që rrënjë dhe shtëpi është vetëm atje ku ke lindur dhe nuk ka më, dhe tjetri që ka një ide akoma më të ndërlikuar, sepse është vetë jeta e tij, ka udhëtuar në përbot. So I was saying, for those who don't understand Albanian, and I know a few here who don't understand Albanian, and I'm repeating it also in English because the question was about home, that I'm fascinated by this human drama of the need for home or for roots, and on the other hand of the need to escape or to leave or to travel. But let me say also that one of the worst dystopias is when home, that should be the symbol par excellence of safety, of warmth, is turned into something that you cannot live in. It's turned into a deadly trap. So from this point of view, this was the experience of my generation. Albania turned into a prison. So we have to leave, and unfortunately, still Albania has not become a place that people can really feel at home. And I hope that a next generation will see that happening and will not see home turning into a deadly trap where you have, because that's the worst dystopia. I mean, I would love to see Albanians traveling as travelers, and that's why or tourists or whatever, or wanderers, and that's why in my book I say that I dream of a world without migrants, but at the same time, being a migrant also, in many ways, though those in the first generation like me, maybe they don't feel it always, but it's also a huge enrichment. It's not easy to learn and to build your life from scratch. It takes guts to learn the names of a whole city you don't know any name, to learn everything from scratch. It takes really guts. You understand that the major virtue of humans is their ability to change and to recreate and reinvent themselves. And that's, I think, one of the most precious lessons that we get from migration, and we should convey this to our children, to the next generation. I think that's one of the most precious things that we can convey to them.
Ja. Shumë faleminderit. Besoj të gjithë e morën mesazhin dhe ishte i fortë. Të gjithë jemi emigrantë dhe të gjithë kemi kaluar në këtë fazë në është dashur të mësojmë emrat e grupeve, stacionet e Federonit nga e para dhe të mos ishim askush në një vend, pavarësisht se kishim një karrierë, një jetë të bukur tjetër. Faleminderit për këtë diskutim goxha të ngrohtë dhe besoj është një diskutim që na çoi pas në kohë, ndoshta ishte mbulur në këtë vallëria dhe në vende të tjera, kemi qenë fillimisht emigrantë. Këto ishin pyetjet e mia, ndërkohë që siç premtuam në fillim, keni ju nderin të adresoni pyetjet që keni për shkrimtarin. Kështu që nuk e di nëse Faleminderit, Laura. Okay, I can do it both ways. So I read your first book, The Short Work. Board hand. Yeah. It's a beautiful book. And from the book you talk about your story when you first went to Greece, and a reader can easily spot the desire to write, so writing was in you. So before you moved across the border. My question is how immigrating affected this desire of writing? Did it? So let's put it in this: how your immigration affected your writing? In which way? Do you think that you would have become a writer if you stayed in Albania or not? And how would that be different from what you do now? Yeah. That's my question. Thank you. Thank you. You can speak in Albanian as well, so unë kam jetuar në Po, mund të vazhdoj? Gazmendit, një Dëgjohet? Tarë shkutë në fish, është një libër shumë i bukur. Autori tregon atë historinë e tij kur kaloi në Greqi. Ku ishte i Okej, faleminderit. Lexuesi e lavon fare kollaj se në djaloshin e ri që kaloi kufiri kishte një dëshirë shumë madhe të shkruar. Pyetja ime është që si emigracioni të kalimi kufive pra ndikoi në dëshirën të shkruar dhe nëse Gazmeti do kishte lëvizur, do kishte ndërë në Shqipëri, do ishte, por gjithsesi një shkrimtar, dhe si do kishte qenë kjo ndryshe nga kush është ai? Po, dëgjohet? Nuk dëgjohet. Dëgjohet? you can keep on. Ja mos është të është një Ta shtu? Jo? Dëgjohet? Dëgjohet, shumë mirë. Ajkuna falenderit jashtëzakonisht. Është tani kjo siç e thon anglezët, it's a $1 million question. Do bëhesh e shkrimtar nëse nuk do kishe kaluar kufit edhe nëse do rrinë në Shqipëri. Besoj këtë që shkrimtar nuk e di nëse ndoshta do isha bërë, por do isha bërë një lloj tjetër shkrimtari, nuk temat të vazhdoj? Temat për cilat do shkruaja, intensiteti, si thuash, subjektet për cilat do shkruaja, do ishin të ndryshme. Unë besoj se çdo shkrimtar ka, po të marrë çdo shkrimtar, ka atë që quhen obsesionet e tij letrare. Disa herë obsesionet janë të krijuara nga përfytyrimi, nga imagjinata, disa herë janë të lidhura me jetën personale. Në rastin tim, janë të lidhura me vetë itinerarin tim, por e vërteta është që unë nuk shkruaj libra për të treguar, për të rrëfyer jetën time. Do të shkruaj për ta kuptuar, ose për ta ndarë me të tjerët, se kjo është një pyetje tjetër, pse bëhemi shkrimtar? Pse? Edhe është çdo njeri jep një përgjigje ndryshme. Kështu që do kisha shkruar libra të tjerë nëse do kisha qëndruar në Shqipëri. Kjo është e sigurt dhe këtu vim përsëri tek pyetja që bëre për kufin. Kalon apo nuk kalon kufin na përcakton, se ndryshon jetën, ku lindim,
në ç'epok lindim. Unë nuk besoj se do kisha pasur të njëjtën pasion për letërsinë, nëse unë nuk do kisha për atë lloj letërsie, nëse unë nuk kisha lindur nën komunizëm. Fakti që letërsia ishte e ndaluar, dhe gjitha regjimet totalitare vërteta është që nuk ndaluan matematikën apo biologjinë, letërsinë, artin ndaluan. Fakti që ajo ishte ndaluar, krijoi një lloj marrëdhënie pothuajse mistike me ato pak libra që neve mund të na binin në dorë, që ishin libra të ndaluar dhe i lexonim fletësisht. Kështu që pasioni për letërsinë lindi që atëherë, pastaj mënyra se si evoloi dhe se si vendosa që të shkruaj dhe pse vendosa që të shkruaj, është gjithashtu është edhe në varësi të rastësisë. Arti i shkrimit, se unë jap shkrimin krijues studentëve amerikanë dhe i them gjëja e parë që duhet dini është që duhet të mësoni të dështoni, sepse kur shkruani do dështoni më shumë se sa do dilni me sukses. Dhe është gjithçka që ka të bëjë me rishpikjen, rikrijimin e vetes, gjithçka që ka të bëjë me një proces krijues. Dështimet janë shumë të shumta se sa sukseset. Kështu që prandaj dhe shumë e braktisin artin e shkrimit, se nuk durojnë dot. E dyta i them, duhet të mësojni me vetminë, do shumë. E treta, në qoftë se nuk keni para dhe nuk jeni të pasur, merrni me diçka tjetër, mos u merrni me shkrimin. Po të mos na kishte lënë komunizmi në mënyrë kaq naiv, besoj se unë do kisha bërë atë që bëri Italo Svevo, që shkruajti një libër të jashtëzakonshëm kur ishte 25 vjeç, pastaj u mor me biznes deri 50 dhe shkruajti 3 libra të tjerë të jashtëzakonshëm derisa vdiq. Kështu që varet se si, sepse duhet kohë që të shkruash, duhet gjithmonë të ndeshesh me kështu. Nga kjo pikpamje gjithashtu e vlerësoj, e përcaktoj ose e shikoj veten time me shumë fat, sepse unë pata fatin që libri i parë i cili unë shkruajta të bëj një bestseller edhe të bëj një sukses ndërkombëtar, por gjithashtu është edhe shumë kërkues, sepse njerëzit duan, nëse libri yt i parë është i suksesshëm, njerëzit mendojnë që ti duhet shkruash gjithmonë libra suksesshëm, por nuk ka formulë pse një libër që shkruajmë është i suksesshëm dhe një libër tjetër nuk është i suksesshëm. Mos harrojmë që në historinë e letërsisë shumë shkrimtarë, shumë të mëdhenj, ishin shkrimtarë që e njihnin shumë pak njerëz në librat që shkruanin. Kështu që problemi është, a mundet shkrimi të bëhet në mënyrë jetese, pa të cilin nuk jeton dot. Dhe në rastin tim nuk është thjesht një lloj pasioni për të shkruar, sepse dua që tjerë t'i lexojnë, është gjithashtu një mënyrë jetese. Kam lexuar në gazet, është jashtëzakonshëm dhe ka prekur jashtëzakonisht sepse kam lavuar vetë dhe nga e munduesur ta shkruaj vetë. Pyetja që kam për ju është në temën e karakterit teknik. Kur një shkrimtar jeton një gjuhë tjetër, lidhet tek një gjuhë të shprehur gjithë ato background që ka ai. Mendoj se është teknikisht e vështirë. Çfarë ndodh me shkrimtarin teknikisht sa përqind në vetë? Nga ato do janë emocionale që në background, me atë çka ju do përqafet ashtu. Është thjesht teknike. Po. Është e vërtet, Florans, dhe faleminderit jashtëzakonisht edhe për fjalët e mira. Komplimenti më i mirë për një shkrimtar është kur një lexues i thotë, "Mu duk sikur e kisha shkruar unë." Për punën e gjuhës, ti e di që duhet ta dish që ekzistojnë këto dy shkollat. Është shkolla romantike, është edhe shkolla më bashkëkohore, më moderne, shkolla romantike e cila thotë që nuk mund të shkruash dot letërsi të vërtetë ose të shprehësh plotësisht veten tënde përveç se në gjuhën që ke mësuar i vogël, si fëmijë, gjuhën e nënës ose të babës,
Dhe ka një shkollë tjetër e cila gjithashtu mbështetet e shembujt që dash, që po mund të rikrijosh vetën dhe ndonjëherë është edhe një proces krijues dhe rikrijues, duke shkruar një gjuhë cilën e ke mësuar më vonë në jetë. Unë kam shkruar madje natyrisht do ishte se gjuhët që kam mësuar pak a shumë një mosh më të vogël kanë qenë italishtja dhe frëngjishtja dhe pastaj shkruajta në gjuhë që i kam mësuar pak a shumë më i madh, i rritur si thua, pas moshës 25 vjeç, që është greqishtja dhe anglishtja, duke mos praktisur asnjëherë shqipen. Unë nuk e kam lënë asnjëherë shqipen, por kemi një grup letrarësh në Chicago që takohemi dhe patëm një nga këto biseda. Dhe disa prej tyre është një miku im që është shkrimtar me origjinë nga Ukraina, thotë që unë nuk shkruaj dot në gjuhë tjetër përveç se gjuhës ukrainase. Dhe e kuptoj shumë mirë, sepse është një zgjedhje krejt personale. Të shkruash është risk. Të shkruash në një gjuhë tjetër është një risk akoma më i madh, sepse mundësia e dështimit është shumë më e madhe. Prandaj pyetja që ne duhet bëjmë është a shkruan letërsi të mirë dikush që shkruan në një gjë tjetër apo jo? Është letërsi e mirë? Është e lexueshme? Pëlqen? Kjo është pyetja më thelbësore, sepse nuk të bën shkrimtar të mirë se do shkruash në gjuhën tënde apo do shkruash në një gjuhë tjetër. Shkrimtar të mirë të bën diçka tjetër, që ndonjëherë varet shumë nga gjuha, se letërsia është gjuhë, po shkon përtej gjuhës. Dhe kjo do thosha që është përgjigjja ime në këtë rast. Dhe nuk duhet të harrojmë se unë nuk ishe, ose shkrimtarët e tjerë që kanë shkruar në gjuhë tjera, varet shumë edhe nga momenti, nga bota ku jetojmë, nga vendi ku jetojmë, nga propozimet që kemi nga botues të ndryshëm për të botuar libra. Janë shumë faktorë, nuk janë vetëm faktor ideal që na bëjnë të shkruajmë në një gjuhë ose në tjetër. Dhe unë nuk isha një udhëtar apo një antropolog apo një turist që mu tek edhe po shkruaj tani në anglisht. Është pjesë e realitetit tënd dhe ndonjëherë të shkruash në atë gjuhë, meqense po flasim për emigracionin, është edhe nga ana simbolike dhe psikologjike, është kompletimi i udhëtimit. Ke marrë një udhëtim nga Shqipëria apo nga Italia në Amerikë, apo të shkruash në atë gjuhë do të thotë që e përfundon atë udhëtim. Nëse je shkrimtar, sepse gjithë akademikët shkruajnë në gjuhë të universiteteve të cilat japin mësim, po nuk i thot njeri pse shkruan anglisht për shembull, ti je italian. Kurse shkrimtarëve i thënë sepse është shumë më e ndjeshme çështja e gjuhës, por përsëri sipas meje përgjigjja është, ose pyetja kryesore është, a shkruan letërsi, sepse nuk të bën gjuha tjetër ose gjuha jote shkrimtar të mirë. Të bën diçka tjetër që për mua besoj se është përtej gjuhës.